mirë, si kalova, aje mirë, miri si je. Si kalot? Mirë, faleminderit. Si edhe ne shfrytëzoj rastin mja uru ditëlindjen e vjerës tonë. Nëns Naimit inshallah ka ymër sa më shumë që më ta nxjerrë jetën ty. Po, vjera ta më herë thonë është konflikti vjera reja ta më herë thonë është më nxjerrë jetën. Miri, nuk të kallëzova, jam Simon Tanushi, jam mësit nëj nuse, mësit nëj, apo din, gjelë të mirë, shikat e mira, me adem jo gjithë burra ju gjojnë nuse, kam pas sukses shumë. Po të shkoj ka përdore, a? Po, kam studiun këtë lami, për mësit një është po është degje veçan të Universitet Prishtinës, kam studiun këtë lami, thash, jam interesu, jam bo marak bukur mëti për platorin. Po, platori dhe kështu e ka fix motion. Sa vjet i ka? S'ka rëndësi sa, ti kon... A është Maria më jetës e Naimi? 26 vjeqar. Shtash Naimi për doket se me ka 20 vjeç, për që punë të vaksin ka 20 vjet Naimi. O, mi a gjeti nu se platorit është fix fare. Naimit jo? He, o ti... Naimi le ta gjon vetë në mujt, një bajt, mos ja bajt që të rëjnë patan. Që po e kena këtë zonë. Me më ramazoj mirë se erë, tash mund është me pa, me vlerësu vetë, me këshyrë. Mere më rama mirë se ju gjeta se kam pak emocione veç asë më ka pështu shurra. Se të kime edhe vetesh, aty mërë me emë shu, a ka nevoj me të mojta, apan, adë? O ju, se unë e miri që ta shqipeshe veç sa se ku shu me po dhe Naimin, po të kalzelët mo dhe në bëjtë edhe që ju. Apo mund si mu prezentu për para vjehrës tonë e tashme? Unë jam Gjyla, për ndryshe krejtën Skenderaj më thirën Gjyle Sekse. Vin nga Skenderajt Kallëzëva, jam studioj juridik, marrëdhënie ndërkombëtare me vjehra.